dy gjëra duhet i përmend. E para, vizita e Niazov, domethënë mjeftisë të Rusisë në Kosovë në kohë pandemie, kur qytetarët nuk kanë lëviz fare për shkak masave të pandemisë, ishte një çudi e madhe. Unë kam pyetur zotin Tërnava personalisht në zyrën e tij se si është e mundur që jo ta presni një njeri i cili është i dyshuar, një bashkëpunëtor i fuqishëm i strukturave të inteligjencës së Serbisë, ku ka pas informata publike. Naim Tërnava mu ka përgjigj se ka pyet Agjencinë e Kosovës për inteligjencë, nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, është publikisht po e them, dhe se ka marrë feedback për të takuar. E dyta që është më rëndësi, Niazov para se të vinte në Kosovë ishte në Serbi dhe kishte pasur takim edhe me Demo Berishën, edhe me njerëzit e shprehjes Berishës, të cilët ishin organizuar nga komuniteti musliman atë pjesë. Mos harrojnë një fakt, lidhjet e Bashkisë Islame me shkollën islame në Novi Sad dhe në Sarajevo janë një numër i madh i të punësumve në Bashkinë Islame, në numër i madh i hoxhallarëve në Kosovë janë të dalur si medresant apo kanë kryer fakultetet në këtë shkolla. Pikërisht në këto dy shkolla ku edhe vetë shprehja Berisha ka qenë, do thotë, medresante. Janë disa pyetje për te, ne jemi muslimanë. Do t'ja kishe bërë zoti Tërnava? Po, do ta shfrytëzoj rastin që ti kisha bërë publikisht pyetje zoti Tërnava për të parë se cilat janë lidhjet e kompanisë që therr kurbanët në Poloni, tani kam konfirmuar që është në Poloni me bashkëshortin e shprehja Berishës, i cili është shprehja Berisha prap me bashkëshortin e saj. Bashkëshortja e shprehja Berishës ka një kompani në Poloni bashkë me një nuk e di kush është ai në Poloni, më spekuloj, ku therrat e kurbanëve të Republikës Kosovës që 3 vjet bën në këtë kompani. Miliona euro. Miliona, dikon 5-6 miliona euro nëse s'gabojnë vjet bën therrje. Dhe do t'ja kisha bërë pyetje Naim Tërnavës se si kush e ka rekomandu deri atje. E dyta që kisha bërë para pyetje me Naim Tërnavës për të pa informacione nëse shefi kabinetit tij, i cili ka jetu në Beograd, ka pas njëje me personat të cilët e kemi përmendur. Ende ka shef kabinetit? Po, dhe sot e ka shefi kabinetit të zotit Tërnava, ka jetu dhe vepru në Beograd, është lind në Beograd, nëse i njëjti mund t'jap kontribut sa i përket informacioneve që ne kemi. Po me siguri është njeriu kryesor që mban lidhjet me lindjen e mesme. Komunikimi kryesor i zotit Tërnava me lindjen e mesme është përmes këtij personi. Ky person ka jetuar dhe vepruar në Beograd, besoj që edhe për institucionet e sigurisë së Republikës Kosovës do të më pa se si i njëjti është punësuar në Bashkinë Islame të Kosovës, pse është lidhja më e afërt e Naim Tërnavës me të, më shumë se me të gjithë të tjerë, çështjet e kurbanave, çështjet e organizimit të haxhit, ku gjithë lidhja me Serbinë. Në haxhin e kaluar do të përmend një fakt. Proksi Serbisë. Nuk e dyshime për të. E kisha trajtuar si dyshim, dhe një fakt që duhet përmend. Në haxhin e kaluar, ne patëm rastin ku haxhilerët e Kosovës kanë qëndruar në një ndërtesë me mujahidinët të cilët kishin luftuar në Ukrainë, mujahidinët e këtij shtetit në Rusi atje harrova Çeçenis. Në një ndërtesë ku haxhit e Kosovës kanë qëndruar, kanë qenë bashkë edhe luftëtarët çeçen që kanë kryer operacione ushtarake me Rusinë kundër për llogari të Rusisë kundër Ukrainës. Dhe kjo është një pyetje që ja kisha parashtuar zotit Tërnava se si ka ndodhur pikërisht në këtë ndërtesë të jenë të vendosur haxhilerët e Kosovës dhe nëse ka pasur ndonjë komunikim dhe kanë shëmbyer çështjet se cilat bijnë kundër rendit dhe ligjit të Republikës Kosovës. Jo, Bashkia Islame e Kosovës, mos t'i futim gjithë imamet atë sepse Bashkia Islame ka është shumë e madhe, ka shumë burra të mirë madje. Hoxhallar të nderuar, të respektuar imam që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Titullet imam janë shqiptar përkushtuar dërshëm të jashtëzakonshëm adeptar. Çështja e besimit është private personale, si tillë kanë trajtuar, nuk janë munduar të bëjnë agitacione propagandë për të imponuar asnjë lloj kulture tjetër që senon principet të kulturën, traditën e shqiptare, por ja që janë në margjina duket. Kreu i Bashkisë Islame a u vu në një shtat me elementin ekstrem që u krijuan në Kosovë në hundumtime që ke bërë. Në dy gjëra janë të rëndësishme sa i përket çështjes së pyetjes konkrete. E para, vizita e Niazov në Kosovë, e cila për mua ka qenë shumë
shqetësuese për faktin se ka ndodhur një stad 8 rënd të pandemisë. Kohë pandemisë, po. Edhe Kemi raportuar atë. Ka pas informacione publike dhe e dyta që është shumë e rëndësi lidhjet e Bashkisë Islame të Kosovës me shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, me imam të cilët kanë pasur edhe ligjërata të ndryshme, kanë organizuar qoftë në botën perëndimore, në komunitetin shqiptar, e ku kanë marrë pjesë edhe hoxhallarë të Kosovës. Edhe çështja e hoxhallarëve, si për shembull Zakaria Qazimi ka qenë imam në një xhami në Gjilan, derisa i njëjti ishte angazhuar konkretisht dhe ishte arrestuar. Prandaj në këtë pyetje, nëse Bashkia Islame e Kosovës ka kapacitete për me i trajtu mjaftueshëm angazhimet e imamëve radikal ekstrem atje, dhe nëse i ka dhënë hapësirë të mjaftueshme. Ka një heshtje, ne kemi, ju e dini që sot ka një frikë nëse radikali islam në Kosovë ka arrit me marrë thujase në kontroll Bashkinë Islame, dhe nuk kemi pa ndonjë përpjekje të zotit Tërnave dhe njerëzve të tij cilët kanë për obligim me parandalu një zhvillim të tillë. Ju e keni parë që ka pas shumë shkrime, angazhime të medias rreth këtyre çështjeve, por që zoti Tërnava ka qenë i bunkerizuar dhe s'ka bashkëpunuar me media në Kosovës si njëra ndër shtyllat kryesore të këtij problemi për me adresu çështjet që lidhen me rritjen eventuale të elementit radikal në Kosovë. Ju e keni parë që zoti Tërnava ka një kohë gjatë që s'u përgjigje asnjë mediumi sa përket këtyre shqetësimeve, dhe kjo mos gatishmëri për me bashkëpunu me shtyllën kryesore të shtetit, për me alarmu apo mund të themi për me përcjell mesazhe të caktuara tek qytetarët që më bën pjesë e angazhimeve të imamëve radikal. Unë kam përmend një informacion publik dhe ne duhet të përmendim. Kryimamin e Shqipërisë tasë me tjerët. Se me të Maqedonisë duket këtë raporte tjera, me të Luginës Preshevës, nuk e di si funksionon. Para me këta në Serbi nuk e di nëse kanë marrëdhënie të mira, sepse sidomos kryetari i Bashkisë Islame të Serbisë ka dalë edhe publikisht në krah të Serbisë, nuk di nëse Preshev Medveç Bojanovs është ndonjë kryetari i vetëm, nuk e di si shkon me Shqipërisë, nuk është se kanë marrëdhënie kumedisa të mira për shkak se të njëjtit janë akuzuar si gylenist atje, kanë më shumë marrëdhënie të fshata, ndërsa me të Maqedonisë duket që kanë raporte të mira dhe se por nga aspekti i përgjithshëm situata e bashkëpunimit është e mirë. Si do ta definoni gjanin për fund të sigurisë? Përvojën ulëmtime që ki nga pas tuta këtej. Nga viti 1999, kur unë mund konsideroj se kemi bërë përpjekje për ta bërë shtetin, për ta forcuar shtetin, Kosova është në statën më të rëndë të mëndshme viteve të fundit, dhe për shkak të një angazhimi serioz dhe të fuqishëm që Serbia ka duke përdorur mënyra të ndryshme dhe partnerët e saj, fillimisht tek elementi fetar, që na ka godit fuqishëm në thujase çdo familje, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme me përmend çështjet që kanë të bëjnë me angazhimin konkret të institucioneve të sigurisë për parandalimin e këtyre. Mos të harrojmë, jemi qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët të jemi të sinqert kemi paguar taksat për ato që detyrohemi në vazhdimsi për të pas institucione, qofshin zbatimit të drejtësisë, qoftë ata të inteligjencës, për të pas informacione në kohë reale, për të trajtuar ato dhe për të parandalu zhvillimet të cilat lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë në Kosovë, posaçërisht ata që kanë të bëjnë me radikalizmin islam. Dhe ne duhet përsëris se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë mbështetur popullin e Kosovës pikërisht për shkak se ne kemi përqafuar islamin tradicional, kemi qenë qytetar. Shqiptarët i mbrojtën sepse natyre po bëjë gjenocid, jo pse ishin islam, edhe pse besimit islam, edhe pse kishte përpjekje propagandë Serbia. Pikërisht këtu desha të them se Serbia ka pas dhe aleatët e saj përpjekje për ta bind faktorin ndërkombëtar përmes me ndërhyj, me ndihmu për shkak të sepse luta po bëjmë mbi kauzën fetare. Mbi kauzën fetare, por që ishim ne ata që dëshmuam në luftën e fundit se tek neve po bëhet gjenocid dhe qëllimi i mbështetjes tonë etnik dhe qëllimi i mbështetjes tonë nuk ka të bëjë me atë për cilin kishte propozuar. Dhe tani Serbia po mundohet që përmes segmenteve të inteligjencës dhe sigurisë saj për ta bërë fakt pretendimin e tyre, e fatkeqësisht kur ne kemi institucione të cilat realisht duhet të bëjmë veprime konkrete. Unë personalisht mendoj që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë apo edhe vetë Kosova duhet të themeloj edhe institucione tjera inteligjente të cilat kanë kapacitete apo organizojnë kapacitete për të ndërtu një strukturë të re për ta luftuar, domethënë, këtë lloj ndikimi që Serbia përbën përmes këtyre mekanizmave.